Deklarat e Partisë Demokratike, trajtimi çnjerëzor i kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, akt i hakmarrjes primitive të Edi Ramës. Ish presidenti i Republikës, ish kryetari i Parlamentit dhe ish kryeministri i vendit Ilir Meta, aktualisht kryetari i partisë së dytë më të madhe opozitare, Partisë së Lirisë, i burgosur politik, u paraqit dje në sallën e gjyqit, i ndryrë në kafaz xhami, sikur të ishte një terrorist i rrezikshëm, ndonse ndaj tij nuk ekziston absolutisht asnjë provë e faktuar për ndonjë vepër penale të çdo natyre qoftë ajo. Ky akt çnjerëzor brutal, i urdhëruar direkt nga Edi Rama, riktheu para shqiptarëve skenat e gjyqjeve politike staliniste të Enver Hoxhës, babait shpirtëror të Edi Ramës dhe skulptorit xhelat Kristaq Rama, babait biologjik të Edi Ramës. Ky akt hakmarrës i verbër nuk është një qëndrim i rastit, as dhe i izoluar ndaj ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit parlamentit, zotit Ilir Meta. Në tetor të vitit 2024, me urdhër direkt të Edi Ramës, Ilir Meta u arrestue, ndër filmim tek hynte në Tiranë nga policia, pa i paraqitur asnjë flet arresti. Ai u nxor me forcë në rrugë nga makina me cilën udhëtonte në mbrojtjen e gardës së Republikës, u tërhoq zvarr dhe u godit para kamerave nga policë të porositur për aktin e tyre dhe si person nën hetim u dërgua në burg. Gjatë këtyre 17 muajve në burg, si person nën hetim dhe në kundërshtim me kushtetutën ndaj Ilir Metës, ish presidentit Republikës, ish kryetarit parlamentit dhe ish kryeministrit të vendit dhe aktualisht kryetarit të partisë së dytë më të madhe opozitare, është ushtruar dhunë dhe terror psikologjik, periodik, madje dhe fizik, janë organizuar provokacion në ndër më të ulta dhe më të rrezikshme, janë dhunuar të drejtat kushtetuese më elementare. Partia Demokratike denoncon dhe denon me forcën më të madhe arrestimin, paraburgimin, qëndrimet çnjerëzore në burg dhe në sallën e gjyqit të urdhëruara direkt nga Edi Rama, bastardi bllokmenëve hoxhist, ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitorturë të Këshillit të Evropës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive, antikushtetuese ndaj Ilir Metës të Edi Ramës, armik i egër i pluralizmit politik dhe Ramaduro i vetëm i parë dhe i vetëm në Europë. Faleminderit. Report të përqendruar tek seanca e dieshme e zotit Meta, krahas kërkesës së tij për të mos qëndruar në kafazin e Qelsh, gjykata po ashtu i rrëzoi edhe kërkesën që seanca të ishte tërësisht publike. Andam Sali Berisha të njëjtin qëndrim me Ilir Metën që seancat gjyqësore të bëhen publike dhe në syt edhe të opinionit publik apo mbase edhe të medias për të marrë vesh se çfarë ndodh në ato seanca. Faleminderit. Unë mendoj dhe kam bindjen më thellë se çdo seancë
përjashtu ato të cilat kanë sekrete të sigurisë dhe mbrojtjes vendit, duhet të jenë publike dhe vetëm publike. Kjo është një normë për çdo vend të lirë. Kur një seancë bëhet e mbyllur, bëhet për qëllimet të sekretit shtetëror dhe asgjë tjetër nuk mund të mahet fshehur nga mediat dhe publiku. Ky është mendimi im dhe jam plotësisht ky është dhe standardi i çdo vendi të lirë, por jo i diktaturave autoritare e aq më pak narkodiktaturave, të cilat ndjekin omertën apo ligjin e heshtjes, pra heshtjen mediatike kam fjalë, po, e kanë ligjin e tyre themelor. Koment për përplasjet e brendshme në Partinë Socialiste, të cilat duket se janë thelluar edhe më tepër, duke marrë parasysh atë se çfarë ndodhi dje në mbledhjen e grupit parlamentar, ku Edi Rama ka kërcënuar deri me përjashtim Elisa Spiropalin për shkak të postimeve të saj në rrjetet sociale dhe mungesën mos pjesëmarrjen e saj në votime. Faleminderit. Ajo parti sot është më shumë se kur parti krimi. Ajo parti është lubizuar totalisht. Ajo parti sot është parti mburoj e krimeve monstruoze ndaj shqiptarëve, e vjedhjeve monstruoze dhe plaçkitjeve që Edi Rama, organizatat e tij kriminale, qeveri dhe parlamentarët e tij i bëjnë fondove dhe pasurisë publike. Ky është komenti. Partia dhe qeveria janë lubizuar përfundimisht. Janë gramat e fundit të një regjimi që bën gjithçka për të mbajtur në këmbë, por që shqiptarët kanë vendosur ta hedhin poshtë. 24. Në 23 maj do shkoni për të rikandiduar për kreun e Partisë Demokratike. Keni bërë një libër me qindra faqe për krimet zgjedhore të pretenduara nga Partia Socialiste në vitin 2025, në zgjedhjet e përgjithshme. Ndërkohë, a i keni përfunduar analizën e brendshme të Partisë Demokratike? Faleminderit për pyetjen. Së pari njëherë, ai libër Mira faqesh është një kontribut historik në mbrojtjen e votës shqiptarëve. Ai libër Mira faqesh është bërë libër traktat themelor në tryezat e të gjithë atyre që besojnë tek vota e lirë. Së dyti, analiza e Partisë Demokratike po bëhet në të gjitha degët. Në disa prej tyre është proces në vazhdim, por gjithçka po zhvillohet në përputhje me rregulloret dhe statutin. Ajo që ka rëndësi shumë i dashur Osman është kjo, se në këtë parti po votohet dhe po zgjidhen kryetarët e degëve me vullnetin e lirë të antarëve të Partisë Demokratike. Në një kohë kur Partia e Krimit që në vitin 2009 nuk ka njeri që mund thotë se ka hedhur një vot të vetme. Këtu po votohet çdo, nuk po them çdo ditë, por sipas grafikut të përcaktuar. Janë në vazhdim disa degë dhe në tërësi kjo analizë do përfundojë. Sa i takon zgjedhjeve të vitit 2023, ju keni publikuar po ashtu një libër me shumë faqe ku keni identifikuar krimet zgjedhore të pretenduara nga Partia Socialiste,
por keni thënë që do bëhet dhe një analizë e brendshme. Edhe për vitin 2023 është duke vijuar analiza e brendshme? Analiza e brendshme është bërë dhe bëhet, kemi, po, për analizën e brendshme, krahas drejtuesve politik, ne ngarkuam 12 koordinator për qarqet. Dhe të garantoj që në tërësi po bëhet dhe është bërë, unë nuk mund të them se është bërë e përsosur, por analizë është bërë dhe do bëhet në çdo deg. Për këtë e sigurt. E pyetja e fundit, zoti Berisha, në parim, si mund të paraqiteni ju si një figurë ose si një alternativë ndryshimi, kur keni qenë për 36 vite figura qendrore e Partisë Demokratike? Kur keni qenë çfarë? Figura qendrore. Për sa? Për 36 vite. Po. Pra si mund të paraqiteni ju si alternativa e ndryshimit për të rrëzuar kryeministrin Edi Rama? Po, faleminderit për pyetjen. Osman, po të bësh matematikën e vërtet del ndryshe. Del krejt ndryshe. Do t'jap, të lutem një minutë. Tani fole unë të dëgjova 36 vite. Para në vitin 2006 më fton në një darkë zyrtare në Myni ish drejtuesi i SME-ve të Partisë Popullore për të majtur një fjalë mbasi unë isha protagonisti i sistemit me taksat më të ulta. Në Tolin unë pata kënaqësi dhe nderin të kam një personalitet të shquar të ekonomisë amerikane dhe botërore, ish këshilltar i 2 ose 3 presidentëve amerikan, Paul Walker. Zoti kryetari i forumit me paraqiti mua tek zoti Walker. Tha, ish presidenti, tani tha është kryeministër. Dhe zoti Walker, në mënyrë të shkujdesur, më kthehet dhe më thot, qenë ka si Putini, kjo punë. Si që bëri Osmani tani. Dhe unë i thash, pak me një ndryshim. Çfarë ndryshimi, më tha? Unë i thash, kam qenë 8 vite në opozit, kurse Putini e ndroi vendin me Medvedjevin. Mirë pa ai u lëndua në vetvete. Dhe burr fisnik, a ishte takimi i parë me mua. Dhe herë të tjera, ai gjithnjëm ka dërguar të fala. Dhe me personalitete që takonte dhe e bëri atë. Jo, unë jam njeriu që kam provuar më shumë se çdo njeri sot në skenën politike dorëheqjet. Unë jam njeriu që kam provuar më shumë se kushdo tjetër udhëheqjen e opozitës. Pra, është një histori krejt tjetër, por në qoftë se merr vitet e pushtetit, si vite pushteti, Edi Rama ka 25 vite në pushtet kundër 13 viteve që ka Sali Berisha. Qoftë se marrim vitet e pushtetit, Edi Rama është 25 vite në pushtet. Ka 13 vite dhe 25 vite në pushtet të Edi Ramës janë katastrofa e Tiranës dhe e Shqipërisë. Ndaj dhe Osman, unë e kuptoj që propaganda e tërë artilleria e propagandës drejtohet drejt Sali Berishës dhe ti nuk je pjesë e asaj propagande, por nuk duhet t'jesh viktime e saj, ja kam fjalën. Nuk duhet t'jesh. Diçka, ju e dini e thatë veç që unë pjesë e propagandës, apo edhe viktime e propagandës nuk jam, s'kam përqenë ndonjëherë. Jo, nuk mirë. Pyetja që shtrova unë nuk lidhej me vitet tua janë pushtet. Pyetja që shtrova unë është mbi pushtetin që ju keni pasur në Partinë Demokratike në pas viteve 90.
Pra që ka qenë i pa diskutueshëm edhe kur Lulzim Basha ka qenë kryetari i kësaj partie. Absolutisht. Pra, kjo ka qenë një e vërtet që besoj se pra perceptimi publik ka qenë ky. Por jeni aktualisht sot kryetari i Partisë Demokratike. Pra, keni qenë president, ish president, ish kryeministër dhe përsëri vazhdoni të jeni lideri i Partisë Demokratike, kryetari i saj. Sa ju zoti Berisha përtej edhe gjithë arsyeve që ju argumentoni mund të përballeni dhe mund të fitoni me këtë makineri që është krijuar. Dhe mund të frymëzoni qytetarët shqiptarë për të fituar. Po. Kjo është një... Tani, këtu duhet të jemi pak objektiv përsëri. Kjo është një narkodiktaturë. Kjo është një diktaturë autokratike që bazohet në farsën elektorale, në shtypjen që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin si të pat dje Ilir Metën në kafaz. Prit. Si të pat Ilir Metën në kafaz. Pra, kemi të bëjmë me një diktaturë, e cila në projektet e saj, o Gurzeza kishte një objektiv madhor, shndrimin e Partisë Demokratike në fasad të saj. Shndrimin e Partisë Demokratike në fasad të saj, në aleatën bashkëqeverisje, fasad. Aty një njeri ndërhyri. Dhe ky ishte Sali Berisha. Gjërat uroj dhe shpresoj të analizohen si që janë. Nuk është e vërtet kur që unë ndërhyra, kur u shpalla non grata. Jo. Dhe kam thënë atë dhe them dhe tani. Nuk më shërbente. Jo, nuk më shërbente. Por kur pash duar të zeza të kontrollonin Partinë e Demokratëve, atëherë ndërhyra fuqishëm. Dhe zbashk me demokratët e shpëtuam këtë parti. Sot, ajo e shpëtuam, e rikthyem partitë vërtet opozitare, e rikthyem në genet e saj. Si që ishte të menua, parti e parimeve të bashkë. Prit. Së dyti, e kam thënë dhe e them, 2021 nuk ishin zgjedhje, ishin fars. E kam thënë që të pas nesër. Por, ai që drejtonte, nuk ishte prekupim farsën, kishte prekupim se si të bëj koalicionin me Edi Ramën. Kurse më vonë, qovë 2023, qovë në 2025, Partia Demokratike arriti të agoshdoj Edi Ramën si armik të votës lirë, arriti të mbroj votën e shqiptarëve në kuptimin që në institucionet më prestigjose të vlerësimit të zgjedhjeve, zgjedhjet në Shqipëri u konsideruan si zgjedhje në kushtet e partisë shtet, pra kuptohet si ishin fars dhe jo zgjedhje. Zgjedhjet në Shqipëri u tha me zë të lartë se organizatat kriminale nuk lejojnë rotacionin e pushtetit në Bruxelles, se zgjedhjet në Shqipëri shkelen standardet kryesore të dokumentave të Kopenhagenit për zgjedhjet, të platformë të alternativës, të platformës së Këshillit të Europës për zgjedhjet dhe dokumenta tjera. Pra, kjo parti mbrojti brenda dhe jashtë vendit votën e shqiptarëve. Natyrisht, diktatura nuk zhvillon zgjedhje, jo, më falë. Në diktaturë nuk ka zgjedhje, ka fars. Në diktaturë ka fars. Zgjedhje me këtë qeveri? Jo, me Edi Ramën e kam thënë gjithmonë. Nuk ka zgjedhje. Po ekzistenca juaj pastaj? Jo, më falë. Me Edi Ramën ata që thonë
se me Edi Ramën, ata janë veglat e Edi Ramës, ata që pretendojnë se Edi Rama zhvillon zgjedhje, janë veglat e Edi Ramës. Edi Rama nuk zhvillon zgjedhje, po i lam që të gjitha këto, merë vetëm një fakt. Merë një fakt. 2 miliard euro, 2 ditë para votimit. Jo në një popull me 1.5 milion votues, po edhe një popull me 4 milion votues prishin zgjedhjet. I kanë ca rregulla, apo jo? Kështu që Edi Rama nuk zhvillon zgjedhje, ndaj dhe është qëndrimi ynë, protesta jonë. Unë këte, ja u kam thënë, unë jam i hapur me shqiptarë. S'marr kur për sipër të mashtroj këta qytetarë. Fjala ime ka qenë gjithnjë kjo. Ky nuk zhvillon zgjedhje. Pse? Ky është i inkriminuar në mënyrë të tmerrshme. Ky e din që e presin sheku i vite burg për vjedhje dhe krime që ka krye. Ky është i aftë të kryej çdo krim tjetër për të mos dorëzuar pushtetin. Zoti Berisha, në zgjedhjet e 23 majit, do u thoni shqiptarëve, demokratëve, ndjes, do i thoni antarëve tuaj, më jepni votën se do fitojmë përballë Ramës apo se do bëjmë libra të tjerë pas çdo palëzgjedhjes që humben? Shiko. Unë u them shqiptarëve do mbroj votën. Dhe në qoftë se të kujtohet, ktheu pak tek frazeologjia ime, zotimi im ka qenë mbrojtja e votës. Mbrojtja e votës. Jo, një minut. Diktaturat s'bëjnë zgjedhje. Edhe një herë. Diktaturat nuk bëjnë zgjedhje. Ata që duhet zgjedhje, duhet përmbysin diktatorin. Ata të cilët besojnë se mund të ketë zgjedhje në diktaturë, ata mashtrojnë vetën e tyre dhe bëjnë lojën e diktatorit. Bëjnë lojën e diktatorit. Urdhë? Cilën? Diktatori si rëzohet në një moment që ka ngritur këtë strukturë? Diktatori rëzohet me lëvizje të fuqishme, me kryegritje të armatosur, me kryegritje paqësore, edhe të armatosur për ata që janë ekstremistë të majt, ata i kanë guerile e tjerë, ne nuk kemi parti e marrjes pushtetit me dhunë, jo, sepse ajo ike një diktator dhe sjell një diktator tjetër, nuk kanë sjell rëzimet me guerila dhe me kështu nuk kanë sjell ndonjëherë demokraci, kanë sjell në tërësi dhunë, kështu që ne i përmbahemi atyre parimeve mbi të cilat jemi themeluar, parti e vlerave, parti që besojmë se pushteti duhet buroj nga vota e lirë. Faleminderit.